Më 21 prill, qyteza e Eltonit në Maryland u bë skena e një prej ngjarjeve më rëndësishme që ka pushtuar vëmendjen e mbar kombit. Paramendoni këtë. Një shtëpi që po shpërthen nga flakët, britma të dëshpëruara për ndihmë që vijnë nga Bodrumi dhe në mes të këtij kaosi një grua që ulet e qetë në karrigën e saj në lëndin duke lexuar një libër. Ajo nuk po priste zjarfikësit, ajo po shionte spektaklin e shkatrimit që vetë kishte përgatitur. Sot do t'ju tregojmë historinë e pabesueshme të Gail Meton Lloyd, gruas që i vuri flakën shtëpisë me njerëzit brenda dhe mbeti aty për të parë botën tek DJ. Çfarë shtiu një 47 vjeçare drejt atij akti kaq gjakftot dhe si arritën fëmijët të shpëtoni një viktimë nga kthejtrat e vdekjes në sekondet e fundit? Qëndroni me ne për të zbuluar të vërtetën pas këtij makthi njerëzor. Më 21 prill, Elton, Maryland, u bë sfond i një incidenti aq befasues sa që kapi vëmendjen e kombit. Figura qendrore në këtë dramë shqetësuese ishte Gail Meton, një grua 47 vjeçare. Veprimet e secilës në këtë ditë do të bënin që ajo të përballej me akuza të rënda, duke përfshirë tentativën për vrasje, zjarrvënien dhe sulmin. Dita u shënua nga një debat që dëshmitarët e përshkruan si intensiv, duke përfshirë Metuolin dhe dy të tjerë, një parathënie ngjarjeve tmerruese që do të pasonin së shpejti. Metuol ishte debatuar me banorët e tjerë në shtëpi, megjithse se për çfarë saktësisht ishte debati mbetet e panjohur. Veprimet e Metuolit pas e debatit nuk ishin thjesht alarmante, ato ishin të llogaritura dhe rënqethëse. Dëshmitarët treguan me tmerr se si e pan atë duke ndezur zjarre të shumta brenda shtëpisë së saj, por ajo që ishte ndoshta edhe më shokuese ishte veprimi i saj i radhës. Metuol tërhoqi me qetësi një karrige në lëndinën e saj të përparme, duke krijuar për vete një ulëse në rreshtin e parë për shkatrimin që kishte orkestruar. Një video në Snapchat, e rishikuar me vonë nga NBC News, tregon në mënyrë shqetësuese atë të përpir nga një libër, ndërsa zjarri që ajo vuri po konsumonte shtëpinë e saj. Zëvendës së shefi i lartë i zjarrfikësve të shtetit, Oliver Alki, dha një llogari të detajuar të veprimeve të Metuolit, siç u përcollën nga një telefonues i 911. Telefonuesi i 911 deklaroi se ajo në fakt hyri brenda në shtëpi, vuri zjarrin në objekte të shumta brenda shtëpisë, pastaj doli nga shtëpia dhe vazhdoi të ulej në një karrige lëndine ku në fakt po shikonte zjarrin tek përhapej në të gjithë shtëpinë, i tha ai transmetuesit lokal. Ky rrëfim nuk u vërtetua vetëm nga dëshmitë e dëshmitarëve okular, por edhe nga një video i xhiruar nga fëmijët. Avery Hammond, duke kapur flakët që përshkallëzoheshin dhe gjakftotësinë e frikshme të Metuolit ndërsa shikonte. Situata mori një kthesë duket edhe më e rëndë kur kalimtarët dëgjuan britma të dëshpëruara për ndihmë që vinin nga bodrumi i shtëpisë që po digjej. Ata nxituan të ndihmonin individin e bllokuar, duke arritur të ndihmonin atë të shpëtonte përmes një dritareje. Kjo viktim u identifikua më vonë si Blenda Holbrook, 52 vjeçare, banore e shtëpisë. Brenda ishte bllokuar brenda ferrit për disa minuta dhe nuk e kishte idenë se si të dilte. Ajo e dinte se ngjitja lartë nuk ishte një opsion, kështu që në një përpjekje për të shmangur tymin, ajo shkoi në bodrum. Fatmirësisht, për të kishte një dritare bodrumi në nivelin e tokës nga e cila ajo mundi të shpëtonte. Ajo pothuajse u doq për vdekje në atë shtëpi. Zëri i vëllajtës ai u drodh ndërsa tregonte detaje rëndësishme në WMR. Pesha asaj që mund të kishte qenë një humbje tragjike ishte e rënë në zemrën e tij. Fjalët e tij ishin një kujtesë e zymë të vijës së hollë midis jetës dhe vdekjes, e theksuar nga mirënjohja e thellë ndaj dy individëve, guximi i të cilëve shkëlqeu fort përballë fatkeqësisë. Jam vërtet mirënjohës për dy djemt që ndihmuan të dilte nga ai bodrum sepse nuk mendoj se ajo do të ishte këtu sot nëse ata nuk do ta kishin ndihmuar, u shpreh duke vlerësuar guximin dhe veprimin e shpejtë që rrëmbeu motrën e tij nga dhëmbët e vdekjes. Ndërsa Veri po konsumonte rezidencën, një tension i prekshëm varrej në ajër, i shpuar vetëm nga tingulli i sirenave ndërsa zjarrfikësit dhe oficerët e policisë po konvergjonin në skenë. Ardhja e tyre shënoi një pikë kthese në ngjarjet e ditës, një fije shprehse mes tymit dhe kaosit.
Në mes të reagimit të tyre të shpejtë dhe vendimtar, Gail Metuol, gruaja e akuzuar për ndezjen e zjarrit, u arrestua pranë vendit të krimit të saj të pretenduar. Arrestimi i saj solli një dukje drejtësie në plan të parë, derisa plagët e lëna nga furia e zjarrit nuk do të fshiheshin lehtë. Gjithashtu, nëse nuk e keni bërë ende, ju lutemi abonoheni në kanalin ton dhe klikoni zilën e njoftimeve për të frymëzuar nga këto histori të jetës reale çdo ditë. Tani kthehemi tek historia. Hetimi i inspektorit të zjarrit mbi origjinën e flagës zbuloi një përfundim rrënqethës, zjarrvënie e qëllimshme. Ky akt i qëllimshëm i vënies së flagës së shtëpisë e transformoi incidentin nga një aksident tragjik në një sulm keqdashës, duke shtuar një shtresë ligjësie në ngjarjen tashmë traumatike. Ishte një zbulim që dërgoi valë tronditëse në komunitet duke pikturuar një pamje të ashpër të rrezikut që ishte fshirë brenda njerëz prej shtëpive të tyre. Metuol u përball me një sër akuzash, një dëshmi e rëndësisë së veprimeve të saja, tentativë vrasje të shkallës së parë dhe të dytë, zjarrvënie të shkallës së parë, sulm të shkallës së parë, djegje me dashje, shkatrim keqdashës i pronës dhe rrezikim i pamatur. Çdo akuzë ishte një kujtesë e ashpër e kostos njerëzore të mundshme të veprimeve të saja. Videoja e kapur nga Avery Hammond i shtoi një shtresë të gjallë kësaj historie, duke shfaqur jo vetëm debatin që i parapriu zjarrit, por edhe progresin e zjarrit nga një emergjencë e menaxhueshme në një katastrofë të plotë. Personi që filmon, i hutuar dhe i shokuar, ofron një koment të vazhdueshëm që kap tmerri në rritje. Kamera më pas kthehet tek Metuol, e cila ri pa kokçarje dhe shikon zjarrin, një imazh që do të bëjë simbol i frikshëm i incidentit. Ndërsa zjarri tërbohet, videoja kap një moment tmerri dhe guximi kur zbulohet se dikush është ende i bllokuar brenda shtëpisë. Një grua shihet duke dalë nga një dritare bodrumi, e ndihmuar nga kalimtarët mendje holl, ndërsa tymi dhe flakët kërcënonin të përfshinin shtëpinë. Ky akt guximi qëndron në kontrast të plotë me indiferencën e llogaritur të shfaqur nga Metuol. Blenda Holbrook, gruaja e shpëtuar nga bodrumi, do të zbulojë më vonë si një nga banorët, motra e saj, Pat Bernal, dhe një rrëfim rrënqethës të sprovës së Holbrook, duke thënë se një kosh plekrash ishte hedhur poshtë shkallëve, duke bllokuar daljen e saj. Pasojat fizike ishin evidente pasi Bernal vuri në dukje se zjarri i dogji flakët e Holbrook, një kujtesë vizuale e shpëtimit të ngushtë nga vdekja që ajo pati. Rrëfimi rreth veprimeve të Metuolit, siç detajohet nga zëvendës shefi i lartë i zjarrfikësve të shtetit Oliver Alki, pikturon një pamje të rrezikimit të qëllimshëm dhe të pamatur. Vendimi i Metuolit për të ndesur zjarre të shumta dhe pastaj për të parë ndërsa shtëpia digjej me vetëdijen e plotë se dikush ishte i bllokuar brenda, është një akt i një mizorie të paimagjinueshme. Kjo histori me elementet e saj të pezullimit, tmerrit dhe guximit shkon përti ngjarjeve të një dite të vetme. Ajo gërmon në thellësi kapacitetin njerëzor për të keqen dhe të mirën. Motivimet e Metuolit, të përshkruara nga Bernal si rrjedhoje problemeve të shëndetit mendor, i shtoi një shtresë komplekse rrëfimit, duke sugjeruar një histori të mbushur me trazira dhe shqetësim. Përfaqësimi ligjor i Metuolit. Zyra e mbrojtësit publik të shtetit nuk u ishte përgjigjur kërkesave për koment, duke lënë shumë pyetje pa përgjigje. Ndërsa Metuol priste paraqitjen e saj në gjykatë të caktuar për 2 qershor, komuniteti u përball me pasojat e zjarrit dhe zbulimet tronditëse për një nga të tyret. Incidenti jo vetëm që theksoi ndikimin shkatrues të zjarrvënies, por gjithashtu shfaqi guximin dhe veprimin e shpejtë të fqinjve që ndërhyn për të shmangur një tragjedi. Kjo histori zjarri, furie dhe qëndrueshmërie në Elton, Maryland, mbetet një ilustrim i fuqishëm i kompleksitetit të natyrës njerëzore, vijës së hollë midis arsyes dhe çmendurisë dhe shpirtit të pamposhtur të atyre që ngrihen në mbrojtje të qenjeve të tyre njerëzore në momente krize. Nëse historitë e jetës dhe vdekjes janë ato që ju pëlqejnë, atëherë abonoheni dhe vazhdoni të kthehemi për më shumë.